Protestat janë një element shumë i rëndësishëm i demokracisë, një element të themi solid i saj, mundësi për gjithëkënd që të mos bjerë dakord me një ide, me një plan, me një projekt, me një strategji, me një akt, me një vendim, me një ligj e kështu me radhë. Kjo është një anë. Qeverisja është ana tjetër. Dhe ajo që unë kërkoj sot është të qeveriset vëndi. Të qeveriset vëndi. Nuk mund të kaloj një gjysmë muaji duke bërë se hirë protestat. Apo duke qarë me protestat apo për protestat. Ja, le, protesta nuk funksionon. Nuk është qeverisje. Po hymë në periudhën më të vështirë të vitit. Veçanërisht nga pikpamja klimatike, po edhe nga pikpamja e shërbimeve. Ata që janë në protest, po shumica që nuk janë në protest, duan shërbime publike. Po hymë në periudhën e nxehtë. Dhe natyrisht e gjithë bota po bëhet gati, sepse ai El Niño që po përflitet kaq shumë po vjen, është mua aty tek dera, që nga fillimi i javës tjetër do bëhet akoma dhe më nxehtë. Dhe natyrisht do të marrim masa. Do të marrim masa nga pikpamja e mjedisit, sepse flamingo në zjarr nuk mund të ketë. Flamingot në zjarr nuk rrin dot. Flamingot në zjarr piqen, apo jo? Po kjo nuk është detyrë protestuese, kjo është detyrë jona. Duhet të marrim masa për të përballuar zjarret. Do të dislokojmë njerëz, mjete në territoret që vazhdimisht janë goditur nga zjarret. Duhet të marrim masa jo vetëm nga nxehtësia, po duhet të marrim masa nga piromanët, të cilët do të shtohen këtë periudhë. Pse? Sepse qeverisja duhet bëhet gjithnjë e më e atakueshme edhe nga këto element. Po duhet marrim masa për punën dhe duhet i vëmë ca kufizime këtyre si për marsve që punëtorët e tyre i mbajnë në ambientet hapura, po duhet marrim masa nga pikpamja shëndetësore. Impaktet që ka temperatura e lartë, nxehtësia, e kështu me radhë mbi qytetarët, mbi të moshuarit, mbi fëmijët. Po duhet marrim masa, jo vetëm për ta përballuar këtë, po edhe për të orientuar njerëzit. Po duhet marrim masa pa më të voglin diskutim edhe për shërbime që janë jetike, furnizimi me ujë. Na duhet një plan sepse vjet vuajtëm. Qoftë nivel qendror, qoftë nivel vendor. Qoftë në vijën bregdetare turistike, po qoftë edhe në këtë qytet si Tirana. Duhet marrim masa për fluksin e jashtëzakonshëm turistik. Tani hym në sezonin e lartë, ku njerëzit që do të mbrijnë këtë vend janë shumë më tepër se sa në çdo periudhë tjetër të vitit. Dhe të gjitha këto duhet i bëjmë në kushtet kur jo vetëm ka zjarre, ka thatësirë, ka emergjenca, por edhe kur ka protesta. Duhet mësojmë të jemi nën presion dhe të bëjmë punën nën presion. Protesta ka punën e saj, qeveria duhet të bëj punën e saj. Duhet qeverisë. Fjala bie, unë po e pres akoma atë vendimin për sigurimet shoqërore të nënave që ju shërbejnë, bëjnë nënën dhe më shumë se sa nëna. Fëmijëve në aftësi ndryshe. Ashtu siç pres legalizimet. Legalizimet akoma legalizimet në një zonë si Selita. Në një zonë si Selita, që është pjesë e Tiranës tashmë. E kështu me radhë janë 100 gjëra që ne kemi thënë dhe ne duhet i bëjmë. Pavarësisht ka protest apo nuk ka protest. Të qeverisim përmbushim detyrimin ton, raport me shërbimin përkundrejt qytetarëve. Kam parë media ndërkombëtare gjatë këtyre ditëve. Thuaj se është harruar Irani, është harruar Libani, është harruar Ukraina në terrorin rus dhe në fokus është Shqipëria. Për ta e vogël, e bërë e rëndësishme këto ditë, për ne e vendi ku jetojmë. Protesta është ndërkombëtarizuar dhe mua më vjen mirë që ne jemi në media ndërkombëtare, pra Shqipëria është në media ndërkombëtare, me një çështje thelbësore, shumë njerëzore që ka të bëjë me mbrojtjen e natyrës, mbrojtjen e biodiversitetit. Na jep vlerë kjo gjë.
Por, më dhëmb që jemi ndërkombëtarizuar në mes të një lufte të tërëve kundër familjes Trump. I kam parë gjitha CNN, BBC, Reuters, Associated Press, The Guardian, La Repubblica, France 24, e kështu me radhë deri tek Espresso Settimanale sot në mëngjes. Shikoni, ka disa tipologji këtu në këtë bushet. Se pari është media amerikane, që afërmendsh do ishte interesuar sa po mbiemri Trump të shfaqej në lajme. Është një betejë e vazhdueshme në atë familjen Amerikë, janë në të drejtën e tyre, duan ta mundin presidentin Trump, demokratët edhe jo vetëm atje, dhe është e drejta tyre legjitime. Pastaj vjen media europiane që është thuajse në të njëjtën linjë ideologjike me familjen Trump, apo me qëndrimet e presidentit Trump, apo me betejën e tyre kundër modeleve që ata i asociojnë me Trumpin brenda në Europë. Edhe kjo një betejë legjitime e tyre. Pastaj vjen media e fqinjve tanë, ku Greqia shkëlqen si gjithmonë me betejën e saj për të mbrojtur homogjenët grek në tokën shqiptare të Zvërnecit, apo më gjerë në tokën puro shqiptare të Vlorës. Edhe një herë. E brenda kësaj beteje është beteja e Greqisë për turizmin. Greqia nuk do një pikë tjetër referimi për turizmin e nivelit të lartë në Jon e në Adriatik. Italianët po ashtu, në të dyja aspektet, edhe të betejës kundër Trumpit e modeleve të ngjashme, po edhe të betejës kundër pikave të tjera të referimit. Francezët po ashtu, dhe habia e madhe janë kampionët e turizmit, Spanja. Edhe ata përfshirë në të dyja betejat ideologjike kundër Trumpit dhe në krahun tjetër të referencës për turizmin. Shikoni, po e përsëris, këto betejat me familjen Trump janë legjitime, gjithë secili zgjedh bëj betejat e vet, apo ne nuk hym këtu. Ne jemi shumë të vegjël për të përfshirë në këto beteja ideologjike me atë familje. Ndërkohë që në krahun tjetër, të gjithë këtyre të tjerëve që na shikojnë si konkurrent sot për turizmin, keni aq shumë turizëm ju, sa që ne jemi një pik uji në këtë tregun e madh të turizmit. Na lini të rritemi dhe ne, e të bëhemi edhe ne konkurrent në turizëm. Na lini edhe ne ta zhvillojmë këtë deg të turizmit, sepse na vlen, është ekonomia jona, e ne nuk mund të vazhdojmë të jemi kamarierët tuaj. Duam ta bëjmë vetë. E në krahun tjetër, po, ne kemi probleme me mjedisin, kemi probleme me natyrën, kemi probleme me biodiversitetin, kemi probleme me zonat e mbrojtura, në rastin fjalë është një peizazh i mbrojtur, duhet ta korrektoni atë që shkruani, por na lini të gjejmë ekuilibrin që ju e keni gjetur vite të tëra më parë. Midis natyrës, turizmit që ka natyrën brenda, apo natyrës si shërbim turistik. Na lini